I keni pa sa përshtes apo? Këto unë tani kam filluar dhe kam dëshirë që ta mbush këtë plot me pata dhe me rosa të bardha. Pata rosa, rriten mrekullisht Rriten përveç. në mënyrë të përkryer këtu sepse ka një mështirë, ka ujin, ka pemët që rrinë në hije. Ne gjithandej rrugën që bëm sot, e që kemi bërë herë tjera, po sot u futëm pak më në brendësi dhe mire që futesh në brendësi sepse gjen gjëra të bukura, gjen njerëz që punojnë, edhe në përgjithësi lushnja punon në vera. Punon, lushnja ka njerëz që punojnë. Sera dhe lushnjës mbajnë kampionët të Republikën. Na bëri përshtypje dhe fshati me lule, me pemë. Fshati që jemi ne quhet fshati Bishqethëm dhe gjithë ky fshat ka të gjithë që kanë pemë nëpër shtëpia dhe janë të gjithë punëtorë. Gjë e mirë, njerëz që punojnë, njerëz sepse toka është të gjitha janë vështirësitë, i ka fermeri apo jo? Edhe ju keni vështirësi besoj. Vështirësi ka sa duash, por po të punosh. Çfarë mbështetje keni siguruar nga ana e qeverisë? Nga ana e qeverisë nuk kemi asnjë lloj mbështetje pothuajse. Ka aplikuar për pemtore, për të gjitha këto, qoftë edhe për lepurin që do të ndalemi më vonë. Për lepurin kam dëshirë që të aplikoj, kurse për pemtoren faktikisht nuk kam aplikuar. Po. Nuk kam aplikuar sepse kanë aplikuar të tjerë që kanë mbjellë pemë të reja dhe më është dukur sikur nuk merja nga puna e dimensioneve të mbjelljes pemëve. Kjo të pengonte, po ti merr prodhim. Unë e marr prodhim. Po ne specialistë themi që nuk e ke mirë, Po. Një vëmendje këtu dhe sheljet që ka rrethuar gjithë oazë këtu. Sheljet duke pyetur pëllum plakën që është rritë si peshkut që në kohën e mparshme. Unë plaka mbajt si specialisti. Po. Dhe më ka thënë që bënë mirë që vaska të ketë hije. Dhe nga këto që bën hije është ky shelgu vajtus që ka komplet hijen brenda në ujë. Dhe peshku gjithmonë në BH kur është vapë rri nën hije. Ka dhe bukurin, por dhe i shërben dhe funksion. Kojmë blet mrapa. Pam oazin me pesh, me pata, me rosa. Që bëhet me ty, Enver? Jam një njeri që faktike qartë më shikoj syri dua t'i bëj vetë këto. Pemët i kam qef. Bletën e kam qef sepse i kam mbajtur që më përpara, që para 20 vjeta që kam mbajtur bletët. Kam mbajt nga pak, po tash i kam qef që t'i shtoj. Ujin që e kam qef, se është gjë e bukur këtu në mes një ferme. Mes vapës e gjithë thatësirës. Po, për çdo problem ujin e ke e vadit pemë baçen në çdo kohë. Njëkohësisht dhe pemët i kam qef kur që i kam mbjell. Kam të gjitha llojet e pemëve, duke filluar nga hurma e kumlla e shega e qershia e arra, pjeshka, kajsia, të gjitha llojet i kam mbjell. Merr mend që bukuria është kur janë tëra me lule këto. Po patjetër është një bukuri e rrallë. Po bukuri e rrallë. Unë të përgëzoj për gjithë punë të bukurit që bërë. Ne do të vazhdojmë të evidentojmë të gjitha punë që bërti. Edhe janë duart e tua këto me sa duket, është pasioni, është puna. Patjetër. Puna ti nuk lodhesh gjithë ditën kështu merresh me. Unë lëviz gjatë gjithë ditës sepse kam punë edhe këtu, kam dhe njëkohësisht dhe lokalet në qytet. A ke lokalet ti që tregton? Lokalet në qytet, që kam lokale kështu. Mirë, le ta lëm surprizë shikuesit kompleksin e lepurit, të qëndrojmë në fund atje, po na u desh patjetër që të evidentojmë edhe këto gjëra të bukura që të gjitha kanë nevojë për shumë punë dhe që ju e keni bërë në mënyrë shembullore. Unë do të thosha që po aplikohet edhe për vaditje të pemë frutore, ju mund të aplikoni për ta kompletuar edhe me vaditje me zorra me pika. Me pika. Kur është vap bleta sot bie ushqim, bie mjal. Sot punon për qef bleta. Gjejnë ushqim në këtë oazë? Po gjejnë sepse këtu ka shumë pemtore në këtë fshatin tonë. Dhe ka nga gjitha llojet e pemëve që njëra i humb lulet, tjetra i çel. Këtu ka një avantazh, s'ka nevojë të ngjitet në mal bleta. Nuk ka nevojë këtu, në çdo vit unë kam marr mjal. Ecën drejt bleta. Po. Edhe ujin e ka pranë. Ujin e ka të gjitha. Prodhojnë? Po prodhojnë, nga 10-20 rrej hurma kam, po prodhojnë. I kryqëzon bleta. Ke të egre këtu? Po kam edhe të egre, po bleta nga lulja në lule, këto i krijon me fare. Po e diti sa që ndikon bleta në rritjen e rendimentit të pemë frutore? Në pemë frutore edhe në domatë? Jo, këtë nuk e di. E rrit rendimentin mbi 50%. Edhe nga kryqëzimi që bën. Po. Bleta duke shkuar lule në lule, rrit rendimentin të pemë frutore. Bleta e gjashtë që qenë ka domosdoshme për të mbajtur. Bleta e gjashtë çuditshme bleta. Bleta ka jo vetëm mjaltin, s'ka industri ta prodhojë mjalt, ta prodhojë në laborator, por ka dhe ndikime të tjera në ambient
në kryqëzimin e pemëve furtore, në kryqëzimin e luajdiellit, në kryqëzimin e pambukut, domethënë bën një punë të jashtëzakonshme vetë. Prandaj është gjë shumë e mirë ti më thënë se s'ke marr parasysh këto anë të tjera. Unë kam por ka një ndikim, bleta është bleta çudia. Unë kam nga dëshira që për t'i mbajtur. Vazhdo kompleks i ndërtuar me të gjitha elementet që kërkon një kompleks modern bashkëkohor për rritjen dhe shtimin e Lepurit. Le të ndalemi më afër këtu, kemi vajzën që merret më nga afër me rritjen e mbarështimin e Lepurit. Përshëndetje. Përshëndetje. Juve merreni pra direkt me mbarështimin e Lepurit. Në këtë kompleks juve jeni më e madhja për rritjen, më e madhja në moshë, po më e madhja që je vajza në verit që merresh direkt pra edhe përse merreni çaj, keni pasion apo keni mbaruar në shkollë? Kam mbaruar në shkollën, por është dhe pasioni im. Është një pasion tash Lepuri. Sa kohë ke që merresh? Kam 3 vjet. Ke studiuar, e njeh biologjin e Lepurit më nga afër? Po, pak a shumë po. Çfarë keni studiuar? Kam studiuar zooteknin. Në Universitetin Bujqësor? Po, në Kamës. Kamës, je pra duke mbaruar? Po, duke mbaruar. Edhe punon, edhe vazhdon dhe shkollën? Po. Shumë mirë, Deniza. Është gjë e mirë që ti je përkushtuar për këtij aktiviteti, sepse baba jo siç pam ne, familja juaj ka shumë pasione. Po. Me sa duket babai e shpërndaj, merret me peshqit, merret me bletët, merret me pemtore, po pse jo ka ngritur edhe një kompleks kaq që mua më duket, nuk e di s'kam parë në vende të tjera të botës, po më duket është një punë e nisur mirë. Po. Sido që ka nevojë apo jo. Po, është e vërtetë. Ka nevojë atë. Tani çfarë do na prezantosh? E nisim këtu apo e nisim nga lind Lepuri? E nisim më mirë nga lind Lepuri. Këtu kemi lepurat ç'a moshe janë këta? Këta janë 1 muaj e gjys. 1 muaj e gjys. Atë marrim kompleks në radhë biologjinë e rritjes së Lepurit nga fillimi. Le të vazhdojmë. Po vazhdojmë pra që të shikojmë nga nis derisa vjen ky lepur që do edhe nuk e di sa kohë do të qëndrojë që të theret ky Denisa. Ky do 70 ditë. 70 ditë. Ky sa ditësh është? Ky është pak a shumë 35 ditë. 35 ditë. Do të thotë që këtu jemi është një fazë një rritjes së plot dhe shkon pastaj në thethore që do të shkojë cikli i plot i Lepurit. Se do një periudhë koha e ndërzimit, lindja, do ne shpjegoj këto për shikuesin. Atëherë ky nga dita që lind pa peliçe, i vogël. Komod, sa ka bërë kjo? Kjo ka 8 klysha. 8 klysha njerësh. Po. Edhe diçka për shikuesin, në sa kohë lind Lepuri? Sa kohë i duhet koha e mbarësmërisë dhe e lindjes? 1 muaj. Kjo është dera. S'po hyn mama tani, me sa duket s'do të hyjë. Po, ka pirë, domethënë ka hyra, po mund të hapëse. Ka hyrë, ka ushqyer të veglit. Po. Nuk ka mundësi që ti shtypi, nuk shtypen? Jo. Qëllon që mund të shtypin ndonjëherë, po duhet kujdesi punëtorit që të rritashojë. Prandaj mesatarisht ju mbeten 5-6 për çdo. Po, 5-6 klysha mund të ngelin në folen e saj. Keni parasysh edhe ngordhje dhe këto? Po. Po, 5-6 klysha. Dhe nuk i bëni çdo muaj sepse ju duan t'i marrni pak më të shëndosha si e keni. Po, mund ta mbajnë nëna sepse po ta bëj gjithmonë, më thënë edhe ajo krijon stresin e saj, mund të dobësohet edhe nuk. Çiftëzimi është natyral apo me artificial? Natyral. Ku i keni meshkujt? Po. Shkojmë. Janë më të trima, më të rritur, më të mëdhenj, të rënd. Elio, filmoj që, shiko, kjo është rasa italiane, si shtë Po, rasa italiane. Edhe konsiderohet mishi më i mirë, Po, është vërtet. Do ta provojmë Denisa, do gatojmë në lepur sot ne që të shikojmë. Po, mund gatojmë. Do ham mish lepuri sot. Po. Pse të mos ham mish lepuri? Ç'keni dëgjuar juve për vlerat e mishit lepurit? Mishi i lepurit është pa kolesterol dhe është i cilësisë shumë të mirë. Po. Pastaj varet nga gatimi, nuk e di, keni eksperiencë për gatimin, keni edhe klubin tuaj, duket, si e keni? Po, kemi një kuzhinier shumë të mirë. Për të na flasim shumë kuzhinieri, më sa duket ti nga kuzhina, duket që ke pak e dop nga kuzhina, e gjithsesi shkolla, eksperienca do të mësoj që ti mësosh shumë gjëra që lepuri konsiderohet nga misha më të mirë nderuar shikues. Shqiptarët edhe në përgjithësi bota vuan nga obeziteti, nga hiperpeqilit. Ndikini pamjet pas së ti shembullore, një model
model me gjithse 2-3 punëtor do të na thotë Denisa, sa punëtor keni këtu Denisa që punojnë? 2 punëtor. Keni mekanizuar në një gjë apo ushqim nuk ka shumë lepuri dhe nuk harxhon kohën për të furnizuar me ushqime? Me karroca dore, mund të shtyj. Në sa ditë mbushen këto kupa? Njërë në ditë. Njërë ditë mbushen këto djemë? Dhe ju keni mundësi këto 2 punëtor përballojnë tëra punët. Po mirë, me sa duket është mirë që s'keni shumë punëtor, sepse keni edhe koston më të mbulur. Po. Le të vazhdojmë atë na tregoni ato grup moshat e leprave. Është 21 ditë. I bukur apo jo? Po, shumë i bukur. Gjithsesi ndonjëri do të se ka dhe njerëz tifozë që do t'i mbajnë në shtëpi këto. Po, mund të mbajnë. Edhe është një bukuri për fëmijët e për shumë i bukur. Pastaj në shtëpi me një kujdes të veçantë, ky rriten në shtëpi këta kush i shtëpiake? Apo ngordhin? Po, rriten. Juve i bëni vaksina gjëra? Po. Ka nevojë të bëni, në sa kohë i bëni vaksinat? 2 herë në vit. 2 herë s'e shumë, 2 herë në vit. Po. Pra, është një bukuri se ka njerëz të pasionuar që e duan këtë. E duan këtë fëmijë, po edhe të rritur. Se kur është bërë tifoz baba yt këtu. Po. Enver Beqini do të thotë që ka shumë tifoza lepurash. Nuk e di, po më duket se edhe i presidenti i televizionit Apollon është tifoz për t'i mbajtur këto. Mbase do t'i marrin fjalën, t'i marrin me çift. S'ka problem, po. Ashtu, kështu që është tifoz lek. Pse jo? Grup mosha të tjera ku mund të kemi? 30 vjeç. Shumë i bukur. Është më i madh se ai. Sigur ti çosh jashtë në atë parkun e pemëve që keni jashtë, këta si sa do të më pasë? Ja, nuk e kap dot. Është pa mundur, ë? Denisa këtu shikojmë lepurat me ngjyra të tjera, ngjyra të ndryshme. Është e vërtet. Këtu kemi lepuj të kryqëzuar, do me thënë kemi mashkullin e vendit me lepuj të importuar nga jashtë dhe kemi si rezultat ndryshimin e ngjyrës. Mashkulli vetë çfarë ngjyre ka? Mashkulli është si këta. Si këta? Po. Po femra? Femra është e bardhë. E bardhë del ngjyra mashkull. Del ngjyra e Ti e ke realizuar vetë Denisa? Po. Bravo. Shumë në fillimet e një pune shkencore që ke bëti për studime ke nxjerrë këtë lepur që mbase njerëzit e duan të zi, dikush e do të zi, dikush do të bardhë. E ti je gati të përgjigjesh apo jo? Po. Si ti duan. Po ne kështu me ngjyra të ndryshme. Gri. Larmi. Gri. I keni këtu kolor peshë. Ngjyra, po, janë të ndryshme. Kolor lepur. Ndryshimi i peliçes. Po. Me të paka shumë ka marrë dhe nga nona dhe nga babai. Po lëkura përdoret për në shitet? Deri më sot ja. Po lëkura shumë mirë mund të shërbej për... Mund të shërbej, po. Njët gëzofi... Ti për gëzofi i lepurit. Ky që kam i bukur më duket mua, Denisa. Po, është e vërtet, ka ngjyrat më të bukura të peliçes. Po, shiko. Afroje, nuk e di nëse e fokuson kamera, Elio. I bukur, po. Nuk e di çfarë ngjyra është tira. Tani u bëm, Denisa, çdo bash deri. Denisa ka marrë fikën. Tani do therrësh. Po shikojmë ne duke therrur lepurin. Nuk e di, ata që nuk e durojnë do therrjen e lepurit le të mos shohin, por ne do ta demonstrojmë vetë Denisa pra, zot teknike i therr lepurat. E tmerrshme. E jashtëzakonshme Denisa, vazhdo. Le të shikojmë çik. Një moment. Pastaj zhveshim lëkurën nga këmbët deri poshtë. Denisa ti pas ke një mjeshtri të rrallë se koka më duket gjë më e vështirë, pak në të qengji. Është pak e vështirë, po ja kemi marrë dorën. Ti rjep ke kokën e lepurit e tmerrshme. Unë e quaj zotësi këtë që me kaq shpejtësi, shikojmë tani të marrë ke punën radhë. Mbaron me kokat, pastaj fillon pjesën tjetër. Pasi u rop koka e lepurit, që shikoni, u hoqën dhe këmbët e para. Tani ju do të filloni zhveshje nga përpara. Le ta ndjekim. E njohur lushnjar Pëllum Musaku. Erdhëm këtu me kamerën tonë tek lokali Beqini. Pra, ky biznes SHPK Beqini ka dhe lokali këtu brenda Lushje, siç e pam në kryqëzimin përballë Luna Parkut, është ky bar restorant Beqini për të parë se si gatuhet lepuri. Pra, ai mish aq i shishëm ta provojmë konkretisht. Këtu do të hyjmë në kuzhinë, si është kuzhina e lokalit, për të parë konkretisht si gatuhet pra lepuri. Ja ku është kuzhina, si gatuhet. Zoti Musaku, përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni duke gatuar lepura. Po. E kemi nisur këtë
proces që nga godina aq e bukur që është ndërtuar në Bishqethëm, që nga kompleksi i Lepurit me ato biologjinë e rritjes, dhe ja këtu është fundi. Pra jemi në kuzhinë ku lepuri është gati për gatuar. Gatohet lepur i freskët, i mbushur, i pjekur, tavë me oriz edhe tavë me zarzavate. Mund të shikojmë në një shembull? Ne sot do bëjmë leprin e mbushur me lang të bardhë, do bëjmë edhe leprin me tavë me oriz. Tani fillojmë leprin me oriz. Pa. E marrim leprin. Do t'i bësh prerin. Do t'i bëjmë prerin. Pasi bëjmë prerin, e marrim me lajm dhe përgatisim kepën. Do shikojmë me radhë. Do të ndiqim me radhë. Mbaroj një prerin. Përgatisim kepën. Kavallisim kepën. E kavallisim. Vazhdo procesin deri në përfundim. Mbasi kavallisim kepën, i shtojmë mishin e lepurit. Mbasi e kemi racionuar, e kemi prerë, e lajm edhe e kavallisim bashkë me kepën. Nga kolesteroli. Nga kolesteroli nga ngarkesa dhe sa më shumë do të ham mish lepri që është pa kolesterol. Mishat të bardha. Edhe lepuri konkretisht. Dhe lepri konkretisht është i tillë. Se është i ushqyer me bio. Ishte kënaqësi për mua Musaku. Faleminderit edhe për mua është kënaqësi. Ju ndoqëm në këtë vend çfarë do na. Po, do surprizë tjetër. Do bëjmë surpriza tjera, do bëjmë dhe mishin me mishin e leprit me tavë. Për të shijuar mishin e lepurit dhe gatimet e ndryshme me aq merak nga ambient i bukur, plot shije, gjelbërim dhe ndërtime bashkëkohore, me bar, restorante, disko për të rinj, ambiente shlodhëse jashtë dhe brenda, këtu që ndalesa e fundit e këtij udhëtimit sotëm jashtë qytetit, ku kaluam disa orë me miq dhe shok të kompleksit Agimoil. Është ditë e veçantë për kompleksin Agimoil, sepse sot bëjnë për urimin e këtyre ambienteve kaq të bukura që janë rregulluar, janë restauruar dhe që sot festojnë të gjithë miqt. Janë ambiente shumë të këndshme, ndihemi shumë mirë. Vend i bollshëm, qoftë për personat, qoftë për parkegjin. Jemi shumë mirë. Jemi miq të zotërisë që ka hapur kompleksin Agimoil. E veçanta që është sepse në të njëjtin ambient, në të njëjtin mjedis, gjen të gjitha shërbimet, të drekosh ose të darkosh, të parkosh makinën, edhe disko afrohet me sa shohim ne. Ajo që më bë më tepër përshtypje është jo vetëm ambienti tepër relaksues, shërbimi tepër i kulturuar, por me sa po shikoj unë dhe asortimentet e menus janë gjitha bio, të një cilësie të veçantë dhe këtë po diskutoni me gjithë shokët dhe miqt. Kompleks shumë i mirë, me fjalë me një shije shumë të mirë, darga shumë e mrekullueshme, ambienti i mrekullueshëm. Është gjuna që mos ta frekontosh. Jeni një grumullim shokësh, miq të. Po, kemi ardhur me fjalë për të festuar një darkë, me fjalë kalojmë me shoqëri. Unë kam ardhur posaçërisht te kompleksi Agimoil, pasi sot ky kompleks ka hapur dyert për herë të parë për të gjithë klientët. Sot kanë organizuar një festë familjare për të filluar aktivitetin e tyre. Pra unë kam ardhur kastile për këtë kompleksin Agimoil, pasi siç duket dhe nga pamjet, nga planet që ka fokusuar operatori, kemi të bëjmë me një ambient tepër të këndshëm, tepër modern, tepër i përshtatshëm për të kaluar dreka, darka me shoqërinë, për të kaluar disa orë të këndshme. Por mbi të gjitha këtu, përveç këtyre ambienteve, është shumë i këndshëm edhe kuzhina. Kuzhina këtu është tradicionale, është kuzhina
e cila është shumë e mirë për të shijuar ushqimin. Por mbi të gjitha, veçanta e këtij kompleksi këtu është sepse ka një specialitet të veçantë, pasi këtu gatuhet ushqimi i lepurit. Domethënë lepuri është një lloj i veçantë ushqimi që gjendet vetëm te ky kompleks i cili vjen nga kompleksi i lepurit Peqini, nga Bishkjenës i Lushnjës, dhe kuzhinieri i kompleksit Agim Oil përgatit disa lloj mënyra të lepurit në mënyrën e të gatuarit të tij, domethënë është një shije e veçantë dhe tjera është me pilaf, me lëng. Ka lepuri këtu gatuhet me pilaf, gatuhet me hudhra, gatuhet me erza të ndryshme dhe është një ushqim vërtet. Ja gjellërat nuk kanë fund ushqimi i kompleksit Agim Oil, ja ku po na servir dhe kjo nusja italiane më duket. Po, kjo zonja që po na shërben është e afër me shtëpisë që ka këtë kompleksin këtu, që ka hapur dyert sot dhe po na shërben pikërisht këto ushqime të cilat janë tepër të shijshme. Por ngulkem dhe këmbgulkem tek ajo që thash që ushqim lepuri këtu është veçanta e këtij kompleksi. Kamera mund ta fokusoj, domethënë është një lepur i cili është përveç është gatuar një lepur i gatuar me hudhra dhe me erza të ndryshme që ka një shije tepër të veçantë që mundet ta gjesh vetëm pranë këtij kompleksi dhe në asnjë vend tjetër. Hyrjet juve pat dhe ambientet e tjera shumë rekreative jashtë rreth e qark. Të gjitha, domethënë prandaj dhe emrin e ka kompleks, se nuk është vetëm restoranti dhe kuzhina, por ka dhe komplekse të tjera. Ky kompleks ka dhe ambiente të tjera të cilat janë tepër relaksuese dhe tepër qetësuese për të gjithë ata që vinë e shijojnë. Shumë afër nga qyteti i Lushnjës, madje nga qyteza e Kolonjës, e cila është edhe pika turistike e Ardenitës, por edhe nga qyteti i Fier. Çdo gjë natyrale është një gjë që është jashtë qytetit, më e qetë, më e këndshme, kalohet më mirë, familjare, diçka e mrekullueshme. Jemi mrekullueshëm me gatim të shkëlqyer. Është një lokal i shkëlqyer me të gjitha të mirat. Është mami mbarësi apo? Mbarësi, fëmija është mbarësi. Hapi tërë në lokalit? Shumë ambientin këndshëm. Të gjithë komplet. Mirë shumë janë. Gatimi e të tëra. Po për juve? Po dhe për ne jemi shumë të kënaqur, gatime të gjitha lloje, makaronat të cilësive italiane, dhe kuzhinë italiane këtu përdoren. Shumë gjëra, çdo gjë është e cilësisë lartë, çdo gjë është mrekullueshme. Keni vizituar gjitha ambientet? Po, patjetër, gjitha. Diskon, çdo gjë. Edhe jashtë besoj se është një ambient shumë i bukur. Ishte promovimi që i bësht i kompleksit bukur dhe përfituam nga rasti për të intervistuar pjesëmarrësit, miq dhe të afërm